Ministri Brendshëm sot dhe drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hitaj të vijojnë këtë rrugtim dhe nëse e kanë seriozisht, shpresoj shumë ta çojnë deri në fund për të rregulluar realisht rolin e policisë së shtetit. Ja çfarë ndodhi sot në Kamës. Në mes të ditës, thot policia e shtetit, në datën 16 maj, ora 13 në Kamës 2 shteta sende të pa identifikuar, dyshohet se njëri prej tyre me një send në duke armë zjarri kanë hyrë në ambientet e një argjendarie, nxirren në ekran të madh pak regjia, që mos ta pengoj unë. Kanë hyrë në ambientet e një argjendarie, në pronësi të shtetasit OL dhe kanë marrë një sasi bizhuterish. Menjëherë sigurisht pas njoftimit janë ngritur pika kontrolli. Okej, urdhë çfarë bëjnë. Në mes të ditës sot në Kamës kanë lënë motorin ndezur aty me sa duket, rrëlloj karkalecësh, ai është shumë i shpejtë edhe si motor, ngjidhet terrenet larta dhe ja bujrum, ikën ata. U larguan nga vendi gjarë. Nart. Tani urdhë 100 metra larg komisariat të policisë. Urdhë. Vetëm 100 metra. Tash si e komenton këtë? Po çfarë të komentos? Ti mendon domethënë që këto ngjarje do ti ç'bësh nga sa hape mbyll syt? Ata janë njerëz domethënë të cilët merren me vepra penale. Janë të prirur për ta bërë atë gjë. Ata me gjas mund ta bënin edhe sikur aty të ishte një makinë policie në pritje. Deri në atë pikë arritur guximi. Po tani e kupton domethënë se për çfarë po flasim? Po ti një ngjarje të tillë është pothuajse e pamundur nga ana teorike, po flas sepse nuk dua tani të bëjmë Shemsiu e di më mirë se unë se si vepron policia, që ta parandalosh një gjë të tillë. Ta parashikosh që do ndodhi. Ta parashikosh që do ndodhi. Është totalisht e pamundur. Ashtu si kundër është e pamundur që ti të thuash domethënë që ky vend është aq i sigurt sa që asnjëri nuk dërmen dot mundësi që pastaj këtu të mos bëjnë vepra të tilla penale. Nuk ndodh kjo, sepse Elisa Spirpali do thoshte me këto bën filma Hollywoodi, realisht bën filma Hollywoodi kur shikon ngjarje të këtij tillë. Në qoftë se policia merr në arku të 24 orëve, 48 orëve, arrin pastaj që ta zbardh këtë si ngjarje, aty pastaj mund të flasim me një gjuhë krejt tjetër. Aty mund të themi domethënë që po, shteti vepron. Po, policia është në gatishmëri. Por në qoftë se pastaj nuk zbardhet, sepse ajo është një ngjarje që ka ndodhur ditën për diell në mes të qytetit, të Kamsës, kështu që me 1001 kamera të vendosura, çka do të ishte thjesht për tu. Ajo që unë shqetësohem realisht se unë kam vite që i ndjek çështjet e krimit. Gati mbi 8 vite që unë merrem me çështjet e krimit, i njoh grupet kriminale, kam raportuar pafundësisht për tonart, kam lexuar pafundësisht dosje dhe më vjen keq për rolin e policisë që është zbehur sa që i çon nuk e di tash të rinj apo të moshën e tyre, të marrin guximin mes ditës pra futen, domethënë zbehur roli. Sa ai është me idenë që nuk kapem. Andi ka një problem. Vetëm me dy fjali edhe po, edhe të kalojmë tek çështja tjetër. Shikoj si është problemi. Unë nuk prirem për të mbrojtur fenomenin negativ në policinë e shtetit. Por si ish punonjës i policisë shtetit në të gjitha nivelet, e kam një detyrim moral për ta mbrojtur policinë e shtetit, organizatën e policisë shtetit, jo në paligjshmëri, por në sakrificë. Ne i kërkojmë punonjësit policisë nga punonjësi i rolit bazë deri tek drejtori i përgjithshëm i policisë të bëhen supermen për gjithçka. Pikërisht për këtë unë i dal për zot punonjësit policisë. Punonjësi i policisë, të gjithë inspektorët e kontrollit territorit, policisë, inspektori i zonës, ose punëtori i policisë, thuaj si dush, ja ka ndryshuar emrin disa herë. Agjentët e policisë kriminale, inspektorët e policisë kriminale, oficerët e policisë gjyqësore të sektorëve të krimit në volum dhe të krimit kundër jetës personit dhe kundër narkotikëve, kundër trafiqeve, kundër krimit ekonomik dhe financiar, kanë një punë shumë të madhe. Nëse duam të vendosim, unë ja kam përcjell një mesazh Skënder Hitajt sepse e vlerësoj si person, e vlerësoj si qytetar, e vlerësoj dhe si oficer policie. Ka punuar në disa role, pra e njeh në detaje policinë e shtetit. Ka dhe moshën, ka edhe energjitë për ta drejtuar policinë. Është moshë aktive. Duhet ta shkputës automatikisht policinë e shtetit nga rutina. Duhet ta përqendroj tek puna operative, evidentimet e grupeve kriminale, tendencat e kriminalitetit në Shqipëri, tendencat. Ta evidentoj këto dy personat sot që në Kamës, çfarë tendencash kanë? Ku stërviten këta me motorra?
Ku serviteshin ato të Shkodrës që nesër do të shikojmë që i ketë të gjithë duke bërë qitje. Jo, më falë që të shkëndrej punë. Dhe duhet urgentisht të i paraqesi qeverisë shqiptare një kërkesë për ta distancuar policinë e shtetit nga ndërtimet pa leje. Sepse paguhen me 10 institucione në bashki, me 10 institucione në IKMT, me 10 institucione në mbrojtjen e zonave të mbrojtura, që të përmenda bishporon se çfarë po bëhet ndërtime pa leje, edhe nuk din gjë ministri i mjedisit. Pra, duke larguar policinë e shtetit dhe duke e futur në hullinë e detyrës profesionale që ka për kontrollin e territorit, garantimin e rendit dhe sigurisë publike të pronës dhe luftën kundër kriminalitetit. Pra, do i bjerë volumi i punës dhe do rritet profesionalizmi në ato detyra për të cilët ka misionin policia. Dhe të mos rri policia e shtetit trujpyet. Kur ke polici pijore, truj zonat e mbrojtura, kur ke drejtorit të zonave mbrojtura. Këto përgjegjësi kanë lënë. Të mbrojë territorin, po nuk duhet, më vëlla. Sepse ai shikon tani, ata që kanë detyrë nuk dënohen. Polici shkon edhe arrestohet.